Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Sonte në mesnat përfundon edhe afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet, po ashtu edhe për zgjedhjet e 5 qershorit. Deri në këto çaste, nga Këshilli Shtetëror Zgjedhor njoftuan se ende asnjë parti nuk ka dorëzuar listën deri tek ta. Në heqje përfundon paraqitja e diasporës, pa ndonjë fushat informative dhe sensibilizuese dhe nën hijen e krizës politike, në diasporë tani më ka përfunduar paraqitja e mërgatës për votimin në zgjedhjet e 5 qershorit. Këtë të dhënë dhe numri i vërejtjeve nga kontrolli publik i listës së votuesve në vend priten të jenë në rend të ditës në mbledhjen e ardhshme të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Mbledhja u thirr për dje, por të njëjtat më vonë u anuluan. Ndërkaq nesër në mesnat përfundon edhe afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 5 qershorit. Deri në këtë çaste në Këshillin Shtetëror Zgjedhor njoftuan se ende asnjë parti nuk ka dorëzuar asnjë listë. Zyrtarisht vetëm VMRO DPMN ka konfirmuar kandidimin në zgjedhjet e 5 qershorit. LSDM ka konfirmuar bojkot, ndërkaq dy partitë më të mëdha shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare ende hamenden. Partia e Ahmetit duke se e ka ndërruar mendjen në momentin e fundit, pasi kjo parti ditë më parë nuk dorëzoi listën të anëtarëve të Këshillit Zgjedhor në vendor. Zhvillimet e fundit kanë rritur edhe më shumë gjasat për shtyrinë e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në këtë temë, ditëve të fundit zhvillohen edhe bisedime intenzive mes 4 partive më të mëdha me ndërmjetësimin edhe të faktorit ndërkombëtar. Bisedimet e fshehta, gjithë zyrtarisht i konfirmoi ish ndërmjetësi belg në grupet punuese Pieter van Huyter. Maja Kocijancic, zëdhënëse e Komisionit Evropian, ka deklaruar se ne presim nga liderët në Shkup të gjejnë zgjidhjen për krizën politike drejt rrugës euroatlantike të vendit dhe për të mirën e qytetarëve. Ne si Bashkim Evropian jemi në kontakt të vazhdueshëm me partitë dhe palët e përfshira në proces. Brukseli zyrtari ka bërë të qartë edhe një herë Maqedonisë se zgjedhja e krizës është në duart e politikanëve të vendit. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijancic e pyetur sot nëse marrëveshja e Prishtinës do të dështojë nëse nuk mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, deklaroi se Bashkimi Evropian pret nga liderët politik në Maqedoni të gjejnë zgjidhje për krizën në vend. Shumë mirë është e njohur pozita jonë sa i përket krizës politike që po zgjat në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Ne si Bashkim Evropian jemi në kontakt të vazhdueshëm me partitë dhe palët e përfshira. Ne presim nga liderët në Shkup të gjejnë zgjidhje nga kriza për rrugën euroatlantike dhe të vendit dhe për të mirën e qytetarëve, ka deklaruar Maja Kocijancic, zëdhënëse e Komisionit Evropian. Kocijancic po ashtu ka thënë se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup ndërmjetësojnë të arrihet marrëveshje, por ka përsëritur që gjithçka i është lënë liderëve të 4 partive më të mëdha politik në Republikën e Maqedonisë. Duke folur në këtë kontekst, mund t'ju them se në kontakt në terren ndërmjetësohen nga ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë Kocijancic. Muajt e fundit, faktori ndërkombëtar ka shtuar kritikat rreth krizës politike në vend, duke i bërë thirrje Shkupit zyrtar që të gjejë zgjidhje sa më të shpejtë që të jetë e mundur. Ministri i Republikës së Turqisë i Digasterit të Drejtësisë takon kryeprokurorin e Republikës së Maqedonisë. Takimi u zhvillua me dyert të mbyllura për gazetarit dhe i cili zgjati 1 orë. Ministri i Digasterit të Drejtësisë i Republikës së Turqisë takoi kryeprokurorin e Republikës së Maqedonisë. Ministri i Drejtësisë i Republikës së Turqisë Bekir Boždak u takua me kryeprokurorin e Republikës së Maqedonisë Marko Zvorlevski. Takimi i cili u zhvillua në ministri i mbyllur për mediat zgjati rreth 1 ore. Në takim ku u bisedua për çështjet e bashkëpunimit të ndërsjellë, gjithashtu morën pjesë kryeprokurori i Gjykatës Supreme të Turqisë Mehmet Akarça, zëvendës prokurori i Gjykatës Supreme Halil Adzigizel, drejtori i përgjithshëm i drejtësisë ndërkombëtare dhe marrëdhënieve të jashtme pranë Ministrisë së Drejtësisë Harun Mert, ambasadori i Maqedonisë në Ankara Dr. Zvonko Mucunski dhe përfaqësues të ministrisë.
Presidenti Amerikan Barack Obama do të realizojë një vizitë historike në Hiroshim, gjatë udhëtimit të tij në Azi, që është planifikuar më vonë këtë muaj. Kjo vizitë e bën atë presidentin e parë amerikan që e viziton qytetin japonez, që nga sulmet nukleare që ndodhën në vitin 1945. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë këtij muaji do të vizitojë Hiroshimën. Kjo vizitë e bën atë presidentin e parë amerikan që e viziton qytetin japonez, që nga sulmet nukleare që ndodhën në vitin 1945. Hiroshima u bombardua më 6 gusht të vitit 1945, ku la të vdekur 120.000 personë. Dihet se Jim Carrey kishte vizituar Hiroshimin, mirë po atë e bëri në fund të mandatit të tij. Presidenti amerikan Barack Obama do të realizojë një vizitë historike në Hiroshim gjatë udhëtimit të tij në Azi, që është planifikuar më vonë këtë muaj. Shtëpia e Bardhë thotë se përmes një kumtese se Obama do të vizitojë Hiroshimën me kryeministrin japonez Shinzo Abe në kuadër të udhëtimit të tij në Vietnam dhe në Japoni nga 21 deri më 28 maj. Kumtesa tha se udhëtimi i Obamas në Hiroshim është për të theksuar përkushtimin e tij të vazhdueshëm në arritjen e paqes dhe sigurisë në një botë pa armë bërthamore. Obama dhe Abe do të takohen për të forcuar aleancën amerikano-japoneze përfshirë bashkëpunimin tonë në çështjet ekonomike dhe ato të sigurisë, thuhet në kumtesën e shtëpisë së Bardhë. Gjatë udhëtimit, Obama do të marrë pjesë në samitin e tij të fundit të G7-s në Ise-shima të Japonisë. Informacioni mbi futbollin vendas. Klubi futbollistik vendas, Goblen, në mënyrë më të mirë u përshëndet me tifozët e tij, duke i dhuruar një fitore bindëse me rezultat 7-1. Gobleni mundi kundërshtarin me rezultat 7-1. Klubi futbollistik Goblen në mënyrë më të mirë u përshëndet me tifozët e tij duke i dhuruar një fitore bindëse. Fitoria ishte siguruar në pjesën e parë, kur veçmas rezultati për vendasit ishte 4-0. Në vazhdimin e lojës, Gobleni shënoi edhe 3 gola shtesë, ndërsa pranoi vetëm 1 gol. Më në fund, me tifozët e tyre festuan vendin e parë. Trajneri i klubit futbollistik Goblen, Florimi Meri, vuri në dukje se tani vjen mundësia në të cilin ekipi i tij do të përpiqet të përforcojë përgatitjet për ligën e dytë. Ndërkaq, kryetari i klubit Mahir Qaili nuk e fsheh kënaqësinë e tij për suksesin e ekipit të tij. Ndërkaq, sfidat e ardhshme të cilat e presin në kundërshtarët potencial të Goblenit në meçet e ardhshme janë ekipet nga Akademia Pandev, Vardari Negotinës, Veleshta, Vardari Forino dhe Nevaci. Moti sot në mbar vendin ishte me vranësira mesatare dhe me temperatura të ulta. Në disa pjesë të vendit pati edhe reshje të kopaskoshme të shiut. Temperaturat e paraditës lëvizën nga 0 deri në 5 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat e ditës lëvizën nga 3 deri në 15 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, me informacionin e fundit mbi motit, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për ju. Natën e mirë.